sepse ka një varfëri shumë të madhe në tekst e këngësh dhe është bërë shumë shqetësuese. Unë jam e shqetësume, vetë për e di ndoshta që edhe vetë s'ka pen. Duhet fillosh ta shijosh shumë veten që fillojnë ato çmendurit. Tani unë shumë çmendurin nuk mund të bëj. Po për shembull, kot. Unë 2-3 herë kam kaluar të shoh aty ke pasqyra. Tani ti ke një raport. Zbuloje çfarë është aty. Çfarë të çon aty ty? Sikur vetëm për këtë të bësh një këngë, ti është kryevepër. Po këngën, shiko, unë ju aja për shumë, unë them e dua nuk... E a kot me erdhje? Në pasqyr gjej mënyrë, ose kryoj mënyrë. Kjo është fantastike, morbure dhe o. Për dhe mua më vjen i natë që moza ngurtësohet për të dhënë atë artin e vetë në fjalë, do më thëmë për të zbukuruar artin shqiptar me fjallën, nëpërmjet këngës. Po shiko, në fundit jetën e kemi për vete. Po di unë për vete. është bërë profesion. Po arti, vdes për të dëgjoj, arti është i viktimizuar në momentin kur bëhet profesion. Se arti është bojë që ta mbushësh bukur këtë gotën e verës, ti afrohesh tjetër ta dush në mënyrë të jashtëzakonshme. Arti është bërë jetesë. Jo, arti fillimisht ka qenë jetesë. Kur fillon bëhet simbol, ai është idiot. Sado i zgjut që tjetër është prapë idiot. Se arti është jetesë. Dhe veprat më të bukura dhe këngët më të bukura janë ato që kanë jetesë brenda, sepse vetëm ajo i qëndron kohërave, jetesa. Merr ti piktor lloj-llojesh kështu, kur del në natyrë qetë me fruta, të trondit. Kur del çfarë them unë ty, një peshk që sa kanë zënë e kanë bar aty, të trondit, është jeta, nuk di si ta them. Po, e kuptoj, por edhe domethënë të lësh, për shembull, duhet gjërat e bukura, ata artit me një sjellje edhe te publiku, se s'mund ta lësh ti vetëm atë në jetesë. Kjo s'të ndodh kur ti je i kontraktuar sepse po jeton si artist. Kjo nuk të ndodh kurrë. Ti duhet ta harrosh i artist. Si më i thënë tash i marangozit, ti e ke kthyer atë pasionin për drurin, po e kthen në profesion. Pa njeh në marangoz me emër ti? Se këtu fillon drama. Po, sepse arti është gjithmonë më i dëshiruar nga njerëzit. Kush sa? Po një mobile mund të më trondisi shumë më tepër se një libër. Po arti është më gjithsesi i përqafuar. Gjithë librat e bibliotekës time për një bibliotekë klasike. Arti është më gjithsesi i përqafuar, moza, se frekuencat e muzikës nuk ta sjell ty druri. Qa i bën trurit frekuenca muzikore? Se di, mua më shkaktojnë emocione gjërat krejt të padukshme, sa që faleminderit shumë për muzikën, mund ta dëgjosh. Ka plot gjëra. Po patjetër që ka plot gjëra. Po tjetër ku në nisa muhabetin? Po në qoftë se ti do t'i barazosh gjithë, aty do filloj të dalë një diferencë. Ti je me diferencë. Unë s'po i barazoj. Barazoj, pra këtë të them. Barazoj gjitha me zero. E ke parë atë ushtrimin që na e gjë ma profesor. Kjo plus x, që ta gjejmë se çfarë është, do ta barazojmë një herë me zero, thoshte. Pastaj del diferenca jote. Kështu që dy stoje, rehato. Po nuk mund ta bëjnë atë sepse ka një gjë që unë artin tim njerëzit, domethënë artin, muzikën, se s'po them artin, muzikën, mënyrën e të kënduarit, e të përcjellit të tingullit, njerëzit me zore presin nga unë. Dhe unë mundohem ta sjell. Po ti kujton kështu se mezi po presin nga ty. Ose nga unë. As kur s'pret asgjë. Kur del u shqyr. U sa bukur. Kush pret me? Kjo është presin ata që paguajnë biletën për të parë. Po qa thumi zemra ime, ku jeti? Vërtet është kjo që duhet moza, janë frikrat e artiste, po qa ti bëjmë ne, hajde hiqi nga koka të shi. Se ajo do me dalë mirë. Po ti heq jeta, prandaj, ajo si qëtë vetë. Po ti heq jeta me lali, po si jena është paf një, tak. Ne vujmë këtë gjopë, se s'dum ne me nua që si tuti, ti në teori e perfekt.
Po se bën dot, është e vështirë më bo. Jo, unë s'ka mendu në herë për këto teori, po problemi që më shtron kjo më hap çështje teorike. Është saktë, logjika jote është saktë. E vetmja gjë është që të shpreha një dëshirë, nuk të shpreh, unë të thasa do dëshiroja që Ta në një shohim, muzikë po mos timën kujto se do jetë zgjidhje, më beso, hajde ta provojmë. është dëshirë, pastaj Hajde ta nëse provojmë. zgjidhet jo, po unë siç e shikoj tek ti, Moj shiko, unë mora këngën që në qenë, e bëra si më deshi qefi. Ka sa dush materiale që mund t'i bësh. po patjetër, Për shembull, unë vdes për atë këngën Paris Milano. Qa Ajo me këngë! Paris Milano. Ose për shembull s'ka si ajo, që ajo as i herë